Një dron ka mbërritur sot në ferma VIP3 për Mimoza Ahmetin. Fermerja është surprizuar nga biznesmeni Elton Iliriani dhe këngëtarja Parashevi Simaku. Moza u entuziasmua shumë, ndërsa tha se ndoshta një ditë takohen dhe bëjnë një projekt bashkë të tre. Ju dua shumë. Nuk e ke iden Elton çfarë mrekullie ke bërë me Parashevi Simakun që e ekspozove, që të kuptoj njerëzia çfarë dimensionesh ka njeriu, që nuk është fare turp të dalësh dhe të jetosh në metro, që nuk është fare turp të jesh ai që ndihesh, që ja bën sfidën burrit, botës, fëmijës duke qenë ai që je. Parashevi të du, je e paarritshme. Ke besuar çmendurisht te iluzionet e tua, të dua fort. Nuk ka gjë më të bukur se thellësia e njeriu. Elton o gjeni ju dua shumë. Jeni dy gjeni kaq të ndryshëm që ndryshimi ju ka bërë bashkë. Faleminderit shumë. Mirënjohje pafund, tha Moza mes emocioneve.